Shikues të emisionit Uniko, ndodhemi në fshatin Goskov e poshtme në qytetin e Korçës, aty ku vim për një histori të pazakontë. Disa persona kanë droguar djalin e mitur të familjes dhe e kanë detyruar nëpërmjet presionit, shantazhit edhe kërcënimeve të tjera të marrë një shumë prej 60-65 milion lek të vjetra nga kasaforta e gjyshit dhe babait. Kemi ardhur për të kuptuar më shumë pasi ka patur zhvillime nga kjo histori, nga hetimet prej rreth një vit e gjysmë nga denoncimi i parë i familjes. Emri juaj si është? Sedarës. Sedarës. Çfarë ju ka ndodhur? Po ishte nëndor i vitit 2023. Kemi vajtur me babin për të marrë ca para se do vim në pazar për të marrë një për pastërma. Më dak, ishte e shtunur ti do bëj. Hajde ne që të mirë me para s'kishte. I them babit s'ka para. Pse s'kishte? Po i kishte marrë dali që e kërcënonin. Shkuat ju zotëri si keni emrin? Haxhi Sedarës. Ju jeni babai i Artanit? Këte kam nipin. Dhe i vogli është nipi që është ka rënë. Po. Çfarë ju ndodhi? Kishit kasafortën tuaj? Po. Tha djali për lekët, po kërkonte lekët, si e konstatuat? Neve e lam kështu thashëm të vëdhishe. Thashëm të bëj një pastërma, të bëj me për vit. Po. Të thatë bëj. Muama dele, një das një gjysmë lekë. Vajti kjo, tha djali baba se para. Nuk janë? Nuk ishin asnjë vend? Hiç. Këtu unë thashë të vim përqi, dhe në të vëmë përqi, dhe në të vëmë. Po mirë, pytet njëri tjetër një çka kishte ndodhur, pytet fëmijët para se të shkonin tek policia. Po. Pyeta unë fëmijët që këtu janë. Po. Këtërë për të gorin. Pyeta fëmijët unë, i them ku shkoma lekat. Ky thoshte se di, as djali se di. Nëna ishte e smurë. Më fal, sa fëmijë ke? 2 dim ka. Binja. Po. Aktualisht sa janë? Sot janë 14. Po. 12 ishin 12. kur po. I rrisni vet bashortën? Jo, nuk e kam. I arritu jetë. I kanë qytetë. I ka braktisur. Një vit e gjysmë. Një vit e gjysmë. I ka braktisur, a? Po. Dhe i keni rrit vetë të dy fëmijët, a? Edhe ju. Po mirë, pra flas familja juaj pa praninë e tëmës. Okej? Te mama si që di që kam Ska që nuk e di që Po. Edhe kemi mbajtur neve. I pyet e fëmijët? I marrë të 2 fëmijë, i them unë, po tregoni apo jo? Këta tha si kemi marrë. Them do vini në polici. Nuk i kemi marrë. Nëse aty i bi. Ishte e shqyr kasaforta, ishte dëmtuar. Pështepër. Ata vetë e kishin hapur. I kishte hapur, i kishte marrë djali dhe. Në momentin e parë, duhet të tregosh momentin e parë. Nuk kishte e thyer, çelësi ishte mbyllur. Ishin mbyllur tamam. Po. Me të shqetëse shqepë. Po. I them këtij marr shokun në telefon, i thashëm këtu kam ullin. To veç që të vëmë gjithforç. Kujt i the një shoku tënd? Po. Në magjinë. Jeton tash këtu ai kur jashtë shtetit. Ju kanë tha, ja sa të le tha gruan e fëmijët tha erdhë. I marrë të 2 fëmijë. Dhe në komisariat bën denoncimin. I binte e dilë. Të janë tha nërë 8 dhe gjysmë tha i madhe të vishë tha në komisariat me fëmijë. I marrin fëmijët, të janë kemi vajtur. Edhe e morë në pyetje. E mori oficera, ishte një psikologe Bashkë me psikologe të bashkisë, Po. në Shtila. Okej. Nuk e dias. U morën pyetje fëmijët pranë një psikologës, po. Pa nuk tregoni o si kemi marrë ne, pastaj fillon po bëni debat jo i kemi marrë pa ata atin. Kur i thash atij shefit, ai ju thashë ne, 65 milion ta jo Korça, po. Po. Nuk marrën ne me 65 milion të marrën ato lekat me patatinë thosh ne. Hajde. Ja, po shka sa po të këtu për tjerë. Kesh me kyç. Hape. Shkodish. Ja. A sa po të rindi këtu? Jo, rinde në qoshe dhe të më ta. Ja këtu, ja këtu e baje, këtu e baje. Ku fix? Ja. Nuk qoshe fara të rinde. Edhe këtu e baje, ja.
e këtu e maja, për edhe atje maja. Kasaportën, isha bëj kasaport të eku. Ajo po të pyqe të një, se ishte e rendë. Kishte kështu kartofë. Po, dhe kur rinjtë atje në cep? Ati, këja e këtu. Edhe e vyra unë bate, i thati, mërë në su që tash. Po mirë, ju se kontrollonit herë pas herë? Po në bëjt, jo, ja se se kontrollon. Ja di se kontrollon dhe kështu. Se unë zbeqa palika. Ta shqipinja unë, këtu në koshë, i më e drujtë me sotë unë. Ta kemi a gjithë. Së më bide se atë vinja atje. Po të beshe 300, i me e, për 4-5 muaj ose 200, i vinja atje. Sa muaj kishit pa e parë? Se... Mo, po të ashtë se jetë. Pra... Të ishen 2 vjetë pa pa, 1 vite, nuk e ti. Por edhe shu i amin, por i papash, ti amin, shikoj një shuishën rejgu. Edhe... Por neve se dimi, ca i mirë të cani këto. Cana, e ki përshë mirë të nga caj. nga se kanë qenë me topa. Dhe be ishte bërë shu. Unë isha me lastikar. Unë i beja një lastik një melon. Edhe amin, shuishën rejgu. Më shko të regojte. Edhe shu e po e bërë, unë e këpëzon të dëshit. Edhe unë isha me lastika parat. Nuk i moja do shupë. Edhe kasa për të kësha dje, mërë të... Po ja, kështu po thonë në fëmija. Ditën e parë, ditën e dytë, më lëvoj të tretën, dollën. Si dollë? I duar ta... Kush i nxori? Psikologi? I nxori? Psikologja, jo. I nxori djali që është filani, ishin 5-6 dim ka 7, nuk e të samë. I pranove, se nuk du ta përmendim, e pranove? Qa ka ndodhë në vërtet? Qa ndodhi? Kush ka ushtruar? Presion për të bërtë. Me rëndësi është që të kuptojmë që ti duhet të jesh i mbrojtur dhe je i mbrojtur dhe askush nuk të cënon më, sepse është shteti. Po? Santi? Po? Flori? Po? Përdimone të ajdut. Po? Si e ka ky tjetër? Po. Mateo, po? Mateo, po? Qa të detyroni të bëj? Nga e morën vesh ata që ti ke lek në shtëpi? Po kusht ka thënë i pari, për herë të parë? Kusht ka shtyr? Dolën në puter, si. Dolën si gro. Po kusht ka thënë i pari që nga e dinin ata që kishe 65 milion lek? Nuk e. Okej, nuk kujtoj. Po, ti vje i merje këtu? Po si? Qa bëj? I dirtë. Ja u shpia atyre gjitha. Baba jote pretendon në bisedë që bëra pak më përpara që edhe të kanë droguar, është e vërtet? Po. Të kanë dhënë drogë? Kush nga ata? Janë të fshatit ta? Po. Kishe frikë ti nga ata? Po. Ke pas frikë? Apo të kanë detyruar, atë kanë manipuluar? Pra, që meri se ne do bëjmë jetë... Ata me kërcënim, për sa kohë ke marrë lekë? Fërsisht... Gjembaruan. Gjembaruan. Se kuptohë? Gjembaruan para të. Po sa muaj? Për shumë, 5 muaj, 6 muaj? Sa ditë vazhdove, bi babaj me lekë kjo? 10 dita i zeta, që mbaruan fare lekë. Një vit, afërsisht një vit? Po jo, një vit e jo. Mos nga të robë, po vinje në që... Afërsisht po them. Sa? Afërsisht, 9 muaj, 8 muaj, 6 muaj? 6 muaj, 6-7 muaj? 6 muaj bërbe. Sa lek ishit aty, zot? Ja, le të dhe. 6 Të ndryshme? Kush hapte? Si ja, hapte? Ky hapte. Si hapte? E hap dot? Po ngripu? Tashi, se kjo ishte me apron dhe, se e lymneve, edhe jam të që këteja djali. E hapte këteja, gjithë që këtuja, se dhe është e mante ta kanë i manja ande syte do dhe. E ashtën e mante mamaja, edhe e prishin këtuja, ja, edhe këte shko si hapet kjo. E këshin prishur paftën, që e jashuen, e beresh, edhe dili që këta. Dilë të djali, kjo. Edhe ashtë të për të rikë ashtë të jasun. Se të përkone të të randë të ndullu.
Po i përfshirë është dhe një kushëriri juaj në Po, këtë? po. Kush është? Nipi i djalit. Nip. Ja është 2 vjet më madh këtia. Me çfarë mbi emri? Se do. Se darë. A juaj? Po, nipi. Po ke fol me babain e atij? Ka folur. Po çfarë ka thënë? Pa tha unë për të ketë marrë të t'i kthej baba. I tha djali, ka marrë. I ka marrë, pranoj Po, djali që pranoj po. pasi. E pranoj. Të tërë kemi marrë, tha, i pranoj. Djali. Unë tha, djali tha, unë do t'jap ty. Këtë punë, tha, ti ka marrë djali tjemë, do t'jap unë, tha. Si prind. Po ku i kanë prish këto lekë? E po tash- Mësuar gjë? Po edhe në Voskopoja, vend Nuk e tjetër, di. nuk e di. Këta gjenevët këpoj i zhumë, va flinin, ata andeza, ani pinin. Po ne nuk i kemi parë më shumë. Të thena njëtë tjetë. Sa s'kemi parë më Edhe shumë. ata pinin drog? Po, nuk e dim. Se di. Mund të e Keni ku dëgjuar çfarë ka thënë djali, çfarë keni mësuar vetë? Po djali nuk tha gjeqme, djali ishte i ndryrë të shumë. Çelcat ku i kishte fshehur? Çelësat. Ku i kishte Djali marrë? thezë. Po na trego pak. Kush i dha qeqë aty? Ha? Ja. Se kuptoj. Mi thanë, Po fol Mirdan. Cili ti dha? mi thanë, Çelcat e Ka sa forcë. nga i kishin marrë ata? nuk e di. I kishin marrë ata? Ishi me kopilë. Po nga i kishin marrë? Po të shi mua më një qeqët. Po kjo do t'i këtë një qeqët janë. Ja pa dhe. Themo, S'ka gjë, është Po, mira të po, tregojmë po, sot, po, vërtet, po, po. nuk do nuk penalizohesh. të thot je bja, viktim. po s'ki frike, po thot të je viktim. Je viktim, nuk Se do të edhe pëlqia penalizohesh. është të mori, thash unë andit, nuk di të një problem. Ata unë në me burse. Jo, jo. Ja, më tha, Dhuna është e papranueshme Jo, dhe i fëmijëve. kam thënë, jo i kam thënë shu. Se jo i shkut. Tash një dhe bura na zbuloj diçka. Tha, më fush burse. Nuk Mirë, pranoje. pas ka thënë oficeri këtë Labor. pas ka thënë të drejtë. Po vetë pa vjesh me kod djeve. Djali du ta themi që është viktim. E Dëgjoj, kanë manipuluar, e kanë kur personuar atë- dhe nuk ka përgjegjësi ligjore për çfarë kanë detyruar të bëjë. I mo Të, pati. të thash merri një gjyshit qecat, kopjoj, trego të vërtetën se Mi ka nuk. përnë, Ha? mi ka. Ja u dhe ti atyre. Kopjen apo jo? Se ju më, Ha? ju më i baba. Po. Dhe pastaj ti vije dhe Mirë. kopjen ku e mbaje kopjen e qecat? Ku? Në kjo. Këtu? Po. Këtu brenda? Këtu është me zinxhir kjo. Ka dje, ka gjende? Është aty që. Ja po është diçka. E më ande e futet këtu E brenda. atë gjen një radhën ti prandaj. Dhe sa herë vije, i merje qelcat, fut ke kasaforta dhe merje legët. Ku i prishtin legët ata? Nuk e di. Arsa, çka ke mësuar ti? Ku i prishtin legët ata? Po sipas të venave minin makina me qiro. Çfarë moshë janë kryesisht? Po tash i moshën Kishte 16, 15, nuk e di çfarë Janë më të mëdhenj. Po po jam të mëdhenj. Ka 20, 21 që ishin këta më Po. të mëdhenj të. Kryesorë. Ishte Andi që ishte më i madhi nga tërë me atë Florin. Shu. Që ishin më të mëdhenj. Ky Flori nga Portina, por i Sa kohë. sa më më madh është sa më i mos gaboj. Po sa më nuk e di, jo se di apo Ja, 4. 4? 24. 24 janë. Kush është sa më 24? është 24. Se Sa më vëmë. të Kush ishte kryesori? Samueli me Antin apo ishte tjetër kush? Po ky djali bashkimi se kishte. Sameli nuk di që në, Andi me Flor. Andi me Florin janë nga fshati. Jo, Andi është këtu jo, Flori është nga Porodina. Porin Korç, ka një Korç në Po shtëpi. nga i njofte ti ta? Pa shkumë. Ke shkolla. Në Vinçanë vinë. Ishim vini mi qanë shkollë. Dhe të mbajtën afër si pjesë të grupit? Jo, nuk e E me makinë kërë, vini mi pa dhe. Po si mosha jo dhe mbanin tjetër afër ata? Jo. Vetëm ty? Po drogën me çfarë ta jepin? Në shumë. Në kanat, po po. Në Coca-Cola ta hipin?
E ja kështë vëtë me të madhe. Pikërisht të vëzë. Ë? Si e përzjenjen, si e, ma trego Nuk e pak. di si ishin, bak. Po si e pije ti? Me Ë? bet në ta. Po si? Jo, si e Me pi. lëng, ishte në formë të lëngshme, ishte si? Të langë. Aha. E kuqe ishte për bërë. I po dim në shqit. Ku që në E thoshte, në mleka, kur venjo me një kalin andeja, ata shikoja që iknin me andin me këtaja, ande që nga ande këteja që iknin në Vilçanë, unë vija me një kalin, iknin andeja, ne ju tham nga vini, të vem dhe në një vend të i thoshi, edhe unë ikë një, ata thoshin se ashtuja, në thoshin ajto vini dhe në ure Vilçanit, Po kush ishte e kush? Tregoj një që ishte. Andi, Andi një? Po? Mateoja, 2? Romeoja, 3? Santi, 4? ky Flori së një këta, më jemi Flori kaqë. Ta të pejste? Po. E ku ja jepte lekat ai? Po se di ku ja jepte, po i binin që këte vinin aty në ure Vilçanit, njërë që me ikur mua kali, vajta në ti shikoja andeja, po këtaja, po ju jepte ca leka këtyre. Edhe në pasaj nuk pasha, se di. Si e mësove që janë të përfshirë persona dhe cila ka qenë diskutimi jot me policinë në raport me lekat? A dyshuan tek ti që i ke vjedhur, më trego pak për këtë pjesën. Arbri, po mimri nuk ja di, tha i ke vjedhur ti në zyrët. Më s'ke marrë ti, Po, edhe, se di gjo ku i ke vjedhur. A i tha shumë falë se të dyshim atje njitur. Tha mos ke marrë gjë ti, tha Mos shkia. ke dorë ti në atë çështje. E unë nuk vida si që ke shvete, shë. A me mos e shë. Vetën si t'jo, e djeli. A i po qanë për diti më dha fosë shumë. Po asaksh. Ato i kishte ky, dhe shumë. Isha unë. Me i tha të ti, dhe shumë. Mund t'i more këtu, pa në mëruare, se ti unë i di saksh. I pëtë në gjeptan. I ku fare. Qatë i tha, së më futi më brenda. Po ti që e herëtën? I thashëm, po të ke marrë unë, të vete në vend, po mos ke marrë i thashëm. Në të soj. A i e me i provokimat e që ato të shqip neve, mos që frikë neve. Po që që frikë, fërës jam shumë aty. Jam kampionidar, la burri. Po, sot kanë arrestuar, kanë thënë që janë arrestuar dy persona. S'digje. Çfarë kërkoni sot nga shteti? Nuk i dihun e ta. Në shtetit dhe shi më ndua dhe në shpërblimin që më jo shtetit dhe me japin persona të vizetojnë të tërë si grup, sa veta 5, 6 ose 7, sa mund t'in ose 2, punë e tyre sa janë, mua të më këtë dëmi që më kanë bërë. Ato leksi i keni fituar. Unë i kemi fituar kështu në shitëm ca plipa. Morëm me 12-13 melon lekë. Nuk është më bëjmë me melon lekë. Se se mbaj men, dhe që me thënë. Se po ben, kishte afër 19 melona e ca bono, e 150, e 200. 19 milioni 150 që abono. Në Greqi kam vajtur unë, kam vajtur një 5-6 vit më zgaboj. Nga puna babi, jo me toka, jo me të tëra tarvat e tokave, jo fshesa, jo udhra, dimër bërë në pazar, me arra, me çfarë i ka dalë, i ka bërë në pazar. Isha pension, nuk kam dalë që më dimi Pension pensionomik. prapa, shumë janë në punë shtetë të javë, Nga miniera. prapa shumë i marë. Të shi të tha shumë s'janë, po I vinja tëra. I keni kursyer gjitha Po. Unë i kam kurse 1.000. Unë me e kam dalë 2.000 pension. Nga miniera, nga Bukanzi, nga Buleqeqe.
Doli një urdhë që tha Saliu, kush ka 23 vjet punë, shtet, sidomos nga minera, fitojnë pensionistët këtë drejtë të dalin. I nxuar. Edhe unë kam qenë atë grup, po ndoha 2-3 vjet më mbrapa të shokët, se isha më mbrapa, për PT, kemi më parë, ti fitove për qa kohë, kam dalë 2.000 në unë, pension të plotë. Më falë. Që ande si dollë nga pensioni, unë fillova në shajerive, sheshëndosh. Fillova Korçë, bilisht, me telekomin, që është u be telekomi, kapticë. Që nga jo bënej, nga Korça, vajta për adesë, në maqinë, vajta Maliq, si që thamë, vame qa kopi në të ndurët. Të gjitha këto i kishin i kursy, po me qa jetoni? Unë, zinja të këtisa, kushalli ti ka të lopë, shi ka lopë, viqe, jo me pisleke, e blinja dhe ty, e shtisnja, si te ki betre këtia. Po me pisleke jo, se po të shto pështë e vranje mua. Këtu në ve, po të benja për baleke të mija. Edhe me tokat pra. I vinja blinja unë të me jero për ty. Kisha përshem kire, më falë, e shteshi. Kisha përshem vindet e tori, unë me shë me arra, trekti. Me një arra, me një fshesa, me një udhët e mija që bjunja, e shqisë janë si në 100-200.000. Mos janë dhe për atë, që unë aje qumë që e lopë. Po të qisë në një viche, isha të thata unë, ato e një gjendem shumë e mbeqin. Kam punua me shpirt. E ja thasha, ja kam thënë, i këpyti, mos ka them të Allah i këpyti, gjitha të atë pëlqis. Shu i kam ledhë, thështë. Ledhë atë në shumica. Ti e aty sot, e shko, më thoi, esh një putu Allah për e Kosovë, vjetë, apo punon. Kur mua vesh trektarët, që marrë mua, më era një krave mua, po, ta, di, besën ty, dhe thë, nesh i ke ben jetë, ti, thë. Jo me ilë, më do një terë. Vinja unë, nuk lejo që vinde dhe 12 dhe non, 11 dhe gjysë. Rëkhosha me i 3 qesa, Goskov, një mund të pazaj shumicë. Po më si shqisja, i me gjetëm kërës vjemë më shpit. Sa shqisje pëshesën? Kështë ishte 2.000, 1.500, 3.000 vajtë për të vajtë. Vazhdojnë bërën prapa kohë? E sot vajtë atje, atër kam të vajtë sot. Me 3.000 dhe sot vjetë ka. 15 qesa, 25.000 misodit dhe limos. Që shqiti. Gjitha këto i ke fut kasaport? Të tëre i fut një më vëlla, se zbet me lafe. Që unë nuk e tha një... Po i kurseje për të mirën e njipërve dhe... Po për të mirën e njipërve, kisha një shtepin e babajt, që 2 shtepi, se sot e shtepia më kemë atje. Thashën djallit, këto shtepin kam bërë si për sistemi, këto që për rritu. I kam bërë një palë të më thanë e vështi, me djesën teme. Edhe këta bunën në shite. Edhe i mbritja për atë. Unë për shemë, po mësë vinde muaj 200, 300, 500.000, i linja më janë fitime, jo me budallake, e të mund, dhjë të shullë dhe të ankonjë, shu ka me në tëra për të. Më të në rjesi kushti. Unë s'ka ma bëjti. Mirë, të që nuk e di unë, këja s'kepo në për para. Moment, këtu, që erdi u mori Flori në Jubilakës, i Shetinë, andi ishte për para edhe Flori, ishte të tre. Si më shku në poshta. Nuk e di unë më të shkuri, poshta, larta, nuk e di. Për më ishe. E për më ishe e ti, e majme. Unë isha lartë. Me të samë, ja, më kina këtu ti aty. Isha më në Portevelës unë. Ja. Po sa po të ashtu? Nuk për me i du për shësajnë. Djali vinte nga këtu, Nga rrotull, dhe ju dhe këtu. Këtu? Ja. Këtu janë? Me shumë të. Në mundë. Se kërë ishte spostuar të e ljua unë, ishte spostuar një këtu, dhe apë dhe dhe. U fusta aty ke dritari, ha? Ja, po që u shqyë e dritare tipe. Që janë dhe të shqipin dhe këte shu. Mërë të pa dil dhe këte zë. Mas më vite me ndja Djali binte këtuja, ishte padë soste.
Po? Dilte nga lumi që Nga dilte, a mund të më tregosh pak? Jo, edhe kamerat janë. Kamera. E ke vendos tani? Jo, Ishin kamerat. Po, i ka filmuar kamera? Po, vetëm djali që hynte dilte. Po i Po, e more ka? policia. Tash i kujtu ne i mori policia këtu edhe dilte në lumi, dilte më pas. Deri ku te lumi poshtë? Jo, A mund të shkojmë pak? po. Pra shkonim tek lumi atje? Djali nuk donte që ta shikonit, ë? Po. Ai bilen ata dini më në urë vinçan ti herë ne. Nura te më tam. Ndaj me dy fshatra, do të koma dhe vinçan. I binde këtu tash tek ta lumi. Po. I binde këtu edhe dilte jo është në lekat edhe në theshë. Theshë punë ti nga vinde në vedi. Këtu ja i se këtu më tanë, edhe dilte mund në rrugës më tanë edhe që është pinte. Dhe dilte ja u jep të atyre, ë? Po. Edhe. Bilem 1.20 që kam gjetur këtu kur pastrova me irten. 20.000 lekë? 20.000 lekë atë vite. 20 që. Po, një pyetje kam. A e kanë droguar djalin? Po, patjetër se i smurën më mikte edhe ky xhaxha i vogël që ishte këtu ja. Me xhaxhan dilte babi, unë i kam vend tjetër, bija rrugë tjetër. Babai dilte te nga Vinçani, nga lumi, se është një prit ka ti kishim atë mos që në prit. Na e kush s'na shkonte mendja. Po, ju keni thënë që djalit i kanë rënë flokët. Iran, po. Po? Iran e flokët, po Iran në shumë vende, fokus. Dhe quat tek spitali? Po e shpum. Qa thanë? Po qërë thanë ata, jo mos ja ke prej vejt, to thoshin ata, jo, e vajtë më në Tiranë, ajo doktorish, ata më të t'i në burg, dim ka ta. Po nuk e më si kështemi doktorish, ajo Tiranë. E më bile me më nëzori pe dhomës jashtë, ta dile ashtë tita, të rri djalli vetë. Ja, fshesat ku janë që bëj që shesë. Bilemi atë vetë të marrë vanda ku lartë, po të duash. E kam dhëmat me fshesa. Kemi lartë. Po nga këto e. I blejmë, i shesim. Punojmë me dirës, nuk e kemi as me të vidhur as me gjë. Dhe me bletëri. Bilemi të pore. Po brikse, kam patur, me ara e marrë shumë. Ja, ku është edhe kjo që i vetë, me këta i bej unë fshesat me kavo. Sa fshesa mund të bënin ditë? Unë po t'ulem nga mëngjesi më darkë, 100-120 varet, aman të shtroj që të punosh dhe. 120 fshesa, e më shumë ka marritë, po tashi nuk kam bërë se jam marrë me punët e fushatës. Tashi kemi lemin. Kemi jo fshesa, po prashitim në arët, jo... Përse u vu në diskutim shëndeti djalit? A mund të më shpjegoni pak? Po u nga presioni që ka lodhi edhe nga droga, elbetir tash. Ata më falë, se kyte që lëfës për në shtu. Ata e benë, të mbiste djali që mos dilte që iq e vërtet. Të nërbe. Se ky në zori këta, që ishin, që a jo këtë parë. Që se dhja kështë jam e këtë parë. Edhe ky të ashina i thane, ishte ky, ja thë me e përqia e thë. Po të mbiste ky, që vlarkë, më dilte e të fare në me. Nga kjo e bërë ata. Sa ku e keni mjekuar djalin? Ndëruar. Ta shi qatë e morë t'i mjekime, ta shi ata e meni Tiranë, e Në mbanin shpimim Tiranë, po. Në shpimim jo. Qa simptomash kishte djali? E për të thamë në ti. Ma Po trego. të villa kishte? Po e për ikë të jashtë e qante. E vleshtë e kokshira, falë si shtamë, ja, shkoj e të tregoj djalishën. Ky pandej më zdinte ku ishte ore. Ja po të dinje dhe shtel të qatë këtheshte ka të ne, më mbiste djali. Edhe i ishim qepë si ato dhe me të rajnje në ikte. Ti po të më mbiste me një qiqë. E ka ti, nuk u bëhet. Edhe Shuqu që në ndihmoj Zoti që shpëtoj. një ditë para se të ikja Tiranë, yra po lasha unë në dushi, te ikshim për Tiranë dhe. Drula unë këtu djalis ishte, se kjo nuk e ma mend se ku ishte babi. Kërë e puna,
Ajo kishte marrë rrugën këtu poshtë edhe kishte iku. Edhe Malumi. rruga aty më tanë edhe kishte iku. E më gjenë ish krypaku, po i pari fare. Para një 3-4 vitesh më zgjoba, jo më shumë po vetë. Më tha, ma këtë çfarë pse erdhe? Kështu tash më djalin. Po ti ku këtej tha? Ai. Po ta dinë tha i kisha ngësyer, tha kush sheshu ja. Se dinte te. Si se dhe pse? Po aty pastaj dola në rruga, e kishte gjetur xhaxha i vogël, e mori ai pastaj. I thrit e mori djalin. Po pse hikte? Ishte i pa? Po, ishte i pashur edhe i trembur, nuk e di. Trondit shumë. Presion. Ju e keni mjekuar dhe në Maqedoni thot? Je doktoresh Ishte maqedonse. këtu ajo. Ka erdhur këtu në Korçë që vjen. Në dha ca ilaçe, në I dha ca dha ilaç? tubo. Po nuk e di më çalloj tubi ishte. Tuba ishin nga hajgjatë. Ishin në gjatë. Unë më jep ndë më jep hajgjatë. Edhe Po jo, pikë ishin dy hajgjatë. lëngë, shurupin. Ja i the shurup e pinte. A gjashtë dhe ishte 5 copës. 65. Ato e ndihmon shumë tasaja. Ilaçi, tasaja, na ka bërë punë shumë. Çfarë ilaç ishte? Ja lavi kokën. Po psikologjikisht Po çfarë më bëj punë? Nuk të s'ka tjera. kishte probleme të Ti se ju më thatë një herë ka ikë gjë normal, apo? Po, ka ikur. Ka ikur, e gjënë madh ka ikur. Këte nga lumi Vinçanit ka ikur. Rruga këtu poshtë që dalim fshatin tjetër edhe Po, atëra. djali ka qenë në rregull më? Jo, Ishte shumë i rregull. rregull që djali. Sonte në shkollë? Po, mësonte ka në këto dy, domos këtë vitin e fundit një. Ka lënë ja. Edhe sot djegë përmendesh. Është i zgjuar, ka qenë shumë i zgjuar. Ka Po e poshtë i dru. në mësimet ka rënë shumë. Besa ishte shumë i shëndetshme. Arritë u çkarkua fare. Edhe aty në Vinçan, kur vini në dyqani, më tha zonja e lokal e dyqankës, tha që shikonte persona ta e fshishe tha. Kishte frikë tha. Nga ata? Sa iknin ata, i thoshte hajde në tek ta, se nuk të vacmoj. Donte që ta afronte edhe. Sa shikonte ata, o fshishe ose ikte në shkollë, që kishte marrë shumë të mirë për personave. Çfarë mesazhi keni për ata autorë dhe familjet e tyre që ju kanë marrë lekët? Çfarë i kërkoni? Çfarë do ju thoni sot? Unë të thash, po t'jetë për neve, unë duhet më parat, prandaj s'dua as djem, as farmaq. Pas e le të Mos më dhan parat, atë dua vetë. Po. Djersën temë. Po ju ata? Po unë atë dua të më ngtej dëm që më shberë, As edhe djem. pastaj Po më dhan parat jam mirë. dhe të mlidhen si familje, për shembull 5-6 sa janë që janë autorët, të mlidhen Jeni takuar me ndonjërin prej asme. Gjatë gjithë Jo. Trajtoni djalin sot me psikolog? Jo, tash. Jo, tash jo. Në fillim ato një 2-3 muajt e para po. Vin. Tash nuk s'ka nevojë këtë për djalin. Është shumë i djali. Çfarë këshille mund keni për prindër të tjerë, të cilët mund të gjenden në situatë si puna juaj, ku fëmijët ja u keq përdorin, i mashtrojnë, i kërcënojnë, i detyrojnë që të përdorin drogë. Çfarë do t'ju thoni këtyre prindërve si puna juaj, sepse ky është një rast i cili ka nevojë edhe për një lloj këshille, edhe një lloj ndërgjegjësimi, apo jo? Po të mirët më sa më shumë, sa më parë më mirë është. Kenë kujdes. Po, të kenë shumë kujdes për ata që kanë fëmijë. Po ju Unë të qëtër. Që mos bënë në... Unë them që mos bje viktim njeriu, i do, i qëtë. Këto 65 milion lekë, që 60-65, për sa vite i keni kursyer? Unë bë them... 20, 30... Që kur u lindëm, që kur u lindëm, me i fjallë. Unë kam punuar 16 ditë. Po. Edhe gjithë sot, me lopan do. Ja, do që. E të shito ki prapë du në vestë, të bëj pasit. Në fshej sot. Se do në rëj. Me bakti lopë menja, dhenë mbanja, viqe mbanja. Po tani i keni? Të shku t'ju, Është 2 lopë të kam. 2 lopë, Edhe kalin edhe 2 viqet. Ja këto. Për moment. Ja këto, 2 lopë, 2 viqet edhe kali. Po atë me mbaja shumë, të shu sarit. Ma nga 4 nga 5 lopë më. Unë mbaja 6. Në momentin që mësuat që s'kishit asnjë lek, u futët borë? Po. Gjëzat vogli kam marrë. Fugon aty të fugonit
S'kishit më lek fare? Asnjë euro. Po për zonë 1800 lira vjetra kishte gjithë. S'kishim asnjë për. 1800 më vjetra. Ishte bosh kasaporta? Po s'kishte pas më labor. Vetëm $2 kishin vetë. $2. Ata dollar me mikën e peshështi. E ca të shkoqura, nuk e di unë ca Po euro. merçi me fjalë. Kanë qenë edhe lekë dhe euro Euro, po, kishin. Kanë qenë kështu të përzira, Po. në total 65. Po me jo milion tonë Ishin vetëm para 65 milion, ato si kisha për të hiqur. Se ato i meja Po euro e kështu? kisha unë dhe unë Pas, mund të që qenë më kisha shumë, punuar. domethënë. Po të shikoj se më sa ishin. Po kish. Tash më thënë. Jo, më tash e unë çfarë Unë po po them. them 65 milion. 65 milion isha hartë në Shqipërisë. S'kisha asnjë, s'po të nga tonë. Asnjë lek. Po euro kështu? Po s'kisha, unë aq kisha. Po ato një 5-6 vit që vajta unë. I ke pas aty? Po i kisha, po. Kashin neve sa shudut. Ato, Përveç këtij nipit tuaj që e ka pranuar, që ka marrë legët, i ka pranuar tjetër njeri? Nuk e Ka di. pranuar njeri? Nuk na ka thënë policia gjë neve. nuk na ka thënë asgjë, as policia, as prokuroria, Ata asgjë. 2 veta janë arrestuar, doli lajmi Po, që janë arrestuar. E pe? Pash që sot, nuk e di një. Njëri prej tyre ka qenë i arrestuar dhe më përpara. Po ju, Në Lezhë, po. Andi po, san. Po ajo atë punë. Po ja të punka, Ajo e besa për vëllë gjashtë. mos është, në që zonë aty. S'ka problem Po, tani. thema Ju vjesht, jeni po, të dëmtuar. Po, ne jemi shumë të Po, dëmtuar. Po, Pra është me person me precedent. unë nuk vi njej. Tani të vërtetën po themi, dhe ju para e rëndësishme është ju ka shpëtuar fëmia nga Po, ajo. ndëri. I lumë të jemë nga fëmija. Po dhe për para djalit sa nga të shkonja, që të me loti mbanja. To i, e thosha më bi djalit, zoti, e u përmbarë, që zoti. Se para dhe ne vinë vëtë në pejtë, e më zvinë, po e vlati nuk shmohet me lekë. Apo, Artan, me çfarë punon ti tani? Unë punoj këte nga komuna, me pastrim Gjelberin. që atë ke? Tashmë. Po. Po bëj afër, Sa fëmijë tjerë ke i ndëruar? Unë kam dy dje me në qumë. Po me Artanin jeton. Unë jam me këte jam. unë në fakt jam i ndarë me babin, Unë jam da i Në fakt, i kam darë dy. unë jam i ndarë, pavarësisht se eri thirrri ajo ngjarja, miku i bashkërtja, edhe te unë kisha shtëpi lart. I mora këtu. Birazeri ka ato anë matan, këti ran këti, mua më ran shtëpitat e lartë Po. të vitrat. Edhe kim plan me kismet zotit, i tha kryta, ti e rregullojmë. Do t'i bëja të shpite Shtëpi me këto para Po të ju jetonit atje apo këtu? Më përpara ti isha. kishtë. Pastaj, si që shri miku Nusja, unë i kja në punë, këta si linja do të vejtë fëmijët, edhe detyru... Nusja ti i ka braktisur, I- që ka ndodhë i me braktisur. fëmijët? I bra, tisi po, i ku i la. Nuk u... S'kam kondita të ashtu nda, edhe pa ndi ishte i... Pastaj u detyrova- Bështetje i morëm neve. Se aksha ajo tha, unë s'kam ku ti mbaj. Se thoshte një për në shtëpi e fëmijës dhe, S'kam unë e- si lash. Nuk i lash, tash unë do t'i marrë mi vetën në timit. Ka ikur ajo më? I ku ajo, Shabje. nuk i, edhe fëmija se duan sot. Ja, Po të vi, një vit e gjysme, nuk e marrë mend, një vit e gjysmë, dy. E di unë Se sa, aq ishte aq. Fëmijët e kanë takuar ti më? jo, asnjë. Edhe kur Ka vindo, tentuar ajo ti takoj? ka erdhë një dy herë edhe nuk e duan fëmijë. Të dimt. Sa neve atëherë shkishim, që ati na letha, që të duam të. Fëmija. Bile me thirë njëra atje në gjyq. Edhe në gjyq, ishte ajo Anjeza Vilaj, se api gjyq ajo dhe që ti mishte. Kjo tha, mos në të rritë, tha, nuk të vim, tha. Këta di më, nuk dish. Jo Aleksi, me një. edhe i tha, kjo tha, me mos më të rritë, se unë nuk të vi, tha. Erdi më beti, i tha, ajo, ty së të do në vlatë, tha, si të ti apun, të ti Po bashkollu. mirë, kanë mësuar në shkollë fëmijët? Më përpara ishin shumë i, po këto do një vit e gjysëm, që kur Po I dha- tjetri? Djali tjetër binjak se janë binjak apo? ajo është ashtu e. Nuk, ajo mëson dhe më shumë. Ti, Kjo mëson dhe më shumë si fëmijë. ky ka rënë, ka rëngoxhan nga mësimet. Se di jo, fa që kemë bëthë fëmijë. Zovët. Eri puna. Ne kujeshtë në punë. Unë iki në orën 7 qereke, e shumë të 7 e gjysëm, e vi morën 2. Pas orës 2, da që iki në fushë, da që vete bëj një barkë dru për shpinë tonë. E ke parasysh, nuk bëj as për të shitur, as gjë. Bëj për shembull vetë një muaj bëj dru të dimrit. Se tash këtu po mos kesh dru.
Themi atë qeshtë. Vete bëj 30 ditë vete nga një barë. Ju keni bërë kallëzim dhe keni pas dhe debate aty në polici për t'ju treguar edhe për... Ishte një djali tja që kjo apja dhe, për nuk i biri tja, kishte e polici. Po? Kuna thjene e në dytë. Tha si ma ndrojë djali dhe me zrejdu. Thash unë në senzora, unë e dute, ju i vetë. Se s'tosha dhije tu, thash unë. Po të nga po dhije, i koshë. Jo, ti po unë, ma ne, mori vesh e polici i zonës, i kësaj, i shterojës. Tha, oj, ti qa përë, dinti, e ti dinë të mua. Jeshtë. Beni për debate e këtu, mi ishte, që punë e tije. Në policifles, këtu për jashtë. Tha shumë dalim, unë dolla me te, e nuk dolla, vende tha, kërë tha, mos keq me, vende të kam një në Tiranë, kam një të vitur. Babaj njëri prej autorëve? I ati djalit. I Florit? Tha shumë, gjo. S'ke që më bën, tha se kam një të ngritur në Tiranë. O, tha unë kam një një temë. Po s'ke patu një mi, tha shumë. Unë s'kam iqë. Unë po t'kisha vjen Tiranë në mje këtu. Unë s'kam as një. Unë po këtoj para në teme, s'po këtoj para në teme. Direktari matish me maqina, me para kanë. Po, kujdo më në ta, s'arritu të ta. Janë gjende shumë, Allah t'i ke, mos për ma gje, pesh atyre, që ka dali i biri. A ka patur familje të tjera në Goskov të poshme që janë vjedhur si puna juaj, pa që ju janë vjedhur banesat kështu? Po ka jo pas denonsojnë, ka frikë. S'denoncojnë? Ka shumë që janë Ka vidur. shumë, edhe... Po mirë. E po mirë, po... Sa mund të kenë vjedhur? Mund të kenë vjedhur 1 milion, 2 milion? Jo, ashtu para nuk dimë. Jo, po nëse ju kanë vjedh, kanë frikë të denoncojnë? Po, e dështë, a da din. Nuk po pyesim për emra, po pyesim a ka. Po të ka, varet qëri ka vjedhur. Policia e Korçës njoftoi me datën 7 qershor të vitit 2025 se kishte arritur të zbarte vjedhjen e ndodhur në banesën e shtetasit Artan Sejdarasi, ku sipas policisë u vodhën 600.000 lekë të rinj. Ngjarje kjo e ndodhur me datën 4 dhjetor 2023. Policia pretendon se janë vjedhur 6 milion lekë të vjetra, ndërsa familja Sejdarasi pretendon vjedhjen e 60 deri në 65 milion lekëve. Si rezultat e një pune intensive hetimore, thot policia e Korçës, të kryer me metoda speciale nga specialistët për hetimin e krimeve të Komisariatit Policisë Korçë, në bashkëpunim me prokurorin, u bë i mundur dokumentimi me prova ligjore i vjedhjes së kasafortës në banesën e shtetasit Artan Sejdarasi në fshatin Goskov, Korçë, ku dyshohet se është vjedhur një shumë parash prej 600.000 lekësh të rinj. Në vijim të hetimeve, rezultoi se këta shtetas në bashkëpunim me njëri tjetrin kanë detyruar djalin e shtetasit Artan Sejdarasi që të gjente çelësin e kasafortës që ndodhej në banesën e tij dhe të merrte shumën e parave prej kasafortës. Në vijim të veprimeve procedurale, u bë ekzekutimi masës së sigurisë për shtetasin Andi Sancho, 21 vjeç, banues në Goskov, i arrestuar për një vepër tjetër penale, dhe u arrestuar shtetasi Samuel Tepexhiku, 24 vjeç, banues në Korçë për veprat penale, vjedhje me pasoja të rënda e kryer në bashkëpunim, si dhe shtytje të miturve në krim. Gjithashtu, u caktua masa e sigurisë detyrim për t'u paraqitur në policinë gjyqësore për 16 vjeçarin, nipin e pronarit banesës, i dyshuar si bashkëpunëtor i autorëve. Andi Sancho, i cili dyshohet të jetë një nga autorët kryesor të vjedhjes, së bashku me 2 persona të tjerë, u arrestua në qytetin e Lezhës me 29 prill 2025 për grabitje me dhunë.